Peter Pani në fakt ka qenë si projekt, si ide që në fillim të shkurtit, që në momentin që futen projektet në cirk, që bëhet thirrja për projektet. Dhe na erdhi si projekt ide dhe automatikisht ishim të gjithë shumë të egzaltuar, se është Peter Pani. Patjetër. Do me thënë është një prallë shumë e dashur për të gjithë, dhe e bëm me dëshirë të gjithë, dhe me thënë e realizuam të gjithë me shumë dëshirë. Punuam me shumë qef, erdhi një zgjidhje regjizoriale shumë e mirë, dhe u realizua faktikisht. E vështirë si shpashe, pavarësisht këtij ngazullimit që besoj çdo kush ndjen se Peter Pani e vështirë ishte shumë. Do me thënë, gjatë këtij viti, cirku ka pas goxha vështirësi duke pasur një drejtoresh të përgjithshme të re, duke pasur një drejtuese artistike të re, do me thënë, ka pasur shumë gjëra të reja vetë si administrat, dhe automatikisht gjërat filluan se thua nga fillimi, dhe ka pas vështirësitë e veta gjatë rrugës, por finalja ishte goxha shpërblyese, si thua, edhe ne jemi realisht shumë të kënaqur me rezultatin final. Do donim shumë të kishim ca kushte më shumë, ca kushte më të mira, që cirku të përthithej akoma dhe më mirë.